është e parasyshme për secilin deputet që çohet, veshet, ngreset, vjen kuvend të Republikës edhe nuk jale shej. Apo në më të mediumitet, pse s'pja bani pyetje lumirit, pse ka rrajt atëherë? Jo se s'kupton, ose s'marr vesh këtë punë hiç. A është njëjtë sikur unë që votoj për sigurai që ka thonë votoj dhe pastaj s'po voton. Kush do të rrajt këtu? Vesh do mundsu me fult, edhe pyetën më vonë. Lëvizja vendose do të jetë humbsi më i madh i këtyre zgjedhjeve. Lider ton politik jenë mësuar me i ka për krah, jemi u kallxuar më vonë. Nuk është mirë më ushia sikur s'po ndodh kur gjë, pra ne opozita mendoj që duhet me qenë shumë më proaktive. Po presim ndryshim qëndrimesh për shkak se është shumë e rëndësishme konstituimi i kuvendit. Edhe një përshtatëtor të Republikës është e parasyshme për secilin deputet që çohet, veshet, ngreset, vjen kuvend të Republikës edhe nuk jale shej. Për neve si parti fituese e zgjedhjeve, ato po thonë përgjegjësia më e madhe na bie neve. Si përgjegjësi më e madhe na i kemi 57 deputet që votojnë. Atëherë ma tregoni pse veç 4 deputet të opozitës nuk janë pro konstituimit të kuvendit. Atë që përgjegjësia jonë më e madhe po që 57, e 4 tjerë do të morë s'po okupej opozitës, 4 deputet të jenë të përgjegjshëm për me kalu këtë ngërsh të konstituimit të kryesisë së kuvendit. Kështu që për neve është jashtëzakonisht e rëndësishme që kur të vish si deputet do të me votu dhe që është puna se cilë deputet. A i besoni shqipe selimit? Apo të një më bu kuvend, shqipe selimi, ka në më të mediumitet? Raportoni se kote. Pyetja jote? Shqipe selimi, nëse del. Na e kemi kandidu Albulina Haxhiu. S'kote të më bu. Nuk ka vërejtje kërkush as për juve, as për qytetarëve për Albulina Haxhiu. Është e pa arsyeshme me dol, me të qëndru kundër. Unë mendoj që opozita do të merujt këtë energji kundër Serbisë, jo me luftu Albulinën. Kryesia e kuvendit i takon lëvizjes vetëvendosje, PDK-s, LDK-s dhe dy anëtarëve të komuniteteve pakicë. Pra, kushtetuta e ka caktu që kryesia e kuvendit i takon krejve bashkë. Te qeveria ka thonë fituesi i ko 2 ofdit afat për mi bo numrat. Nëse si ban, i kalon personit të dytë. Ata po thonë ju keni ndëshkuar zgjedhje për këtë sjellje për këtë blokadë që keni bërë. Për neve është me rëndësi kush është bllokuesi. Unë pra po tham, si deputet e lëvizjes vetëvendosje, unë komord edhe po votoj për. A mendoni që qytetari ka me vajt me anë? Qytetari ndeshkon ata që nuk voton. Jo ata që voton. Unë besoj që këtë opozitën mos me votu as pro as kundër edhe sa herë. Po nas do të mi prit. Pyetja është mja bë opozitës pse jeni të orë kur s'votoni as për as kundër as abstenoni. Cili është roli i deputetit që vjen këtu, quhet mëngjes edhe nuk voton. Edhe jena të fol për komisionin. Këtë as komisioni s'u kalu. Unë tash jo 48 orë, po më tham rrafsh para seancës po i baj thirrje gjithë deputetëve të opozitës për me votu dhe me kalu këtë gjë. Për shkak se kryesia e kuvendit na takon krejve. Po unë qysh edhe pi bani publik ju lojmet ku na po diskutojmë në kuvendit të Republikës. Unë i baj thirrje çdo herë sa të vi, edhe Besionit, edhe Arben Goshit, edhe i baj thirrje tash edhe piktuit gjithë deputetët të opozitës për me votu. Për shkak se është e parasyshme, unë di që janë fut me një pa kry, njëjtë për m'ia kujtu juve te verifikimi i mandateve ku po të një pa kry aty dhe pastaj e ndërru mendim. Po më nuk po morra me ndërru mendim, është morra me qëndru në pozitën që jemi. Edhe e vetmja pyetje që s'pja bani është LDK-ja. A ka postu me 8 prill dhe ka thonë që na nuk do ta pengojmë konstituimin e kuvendit. Pse s'pja bani pyetje lumirit, pse ka rrajt atëherë? Pse tash ti pe bllokon? Pyetje, do të thonë zhvillime globale a hiç nuk ka unin me konstituimin e kuvendit. Shko kjo fillës pja unin. Po, jo vetëm. Era unin po do me lidh me kuvenda, kush të sështë? Po kujna s'pja unin. Se kur juve deputetëve kuvendit të gjithëve. Ane, të gjithëve. S'pja mon pyetje vetë. Po jam të votu. Po jam të votune. Po e keni zgjidhjen. Apo votoj unë për. Edhe ju keni zgjidhjen. Po dhe po na e kena zgjidhjen apo votojna për. Zgjidhje keni sipas propozimit të pyetja, vishota me vjen. I notin në tjetër. Jo besoj punë noti. Na kemi propozimin ata kanë neve. Kushtetuta ka thonë, kur ju ka rro këty në taman, e kanë ndrejsh vetit. Tash neve për na bjen propozimi dhe atë gjykimi i gjykatës thot propozimin me bole viza vetëvendosje. Na e kanë propozu LDK-ja, ka dol ka thonë jo më herët që na nuk do ta pengojmë konstituimin. Tash kush do të pengu konstituimin? Jo të gjithë. Zotri Basha. Jo se s'kupton, ose s'marr vesh këtë punë hiç. E çysh e pengojnë që votoj për, a? Është njëjtë sikur unë që votoj për sigurai që ka thonë votoj dhe pastaj s'po voton. Kush do të rrajt këtu? Por edhe jo keni. Është njëjtë. Faleminderit. Domethënë afove nuk është njëjtë. A pishet që vetë e gjetë vetën rreth. A mundsi më zgjidh, nuk e gjeta vetën. Po e gjetë vetën rreth. Vesh do mundsu me fult, edhe pyetën më vonë.
Unë nuk e quaj referend, secili deputet e ka përgjegjësi kushtetuese dhe ligjore me qenë sonte në kuvendit dhe me dhënë drejtim pra formimit të organeve të kuvendit Kosovës, siç është kryesia e kuvendit dhe kryetari. Edhe ju e dini që këtu nuk jemi të bllokuar të partitë të tjera, mirë po jemi të bllokuar të partia e parë, sepse duke qenë se është në të drejtën e saj për të bërë propozimin dhe duke pas parasysh që nuk ka shumicë parlamentare, atëherë, domethënë këta kanë vendosur me blloku situatën. Këtu nuk mund ta bllokoj situatën asnjë parti tjetër, përpos partisë së parë, në këtë rast Lëvizjes Vetëvendosur. Ata janë të cilët janë duke bllokuar këtë situatë dhe atyre ju takon të marrin veprime. Ne kemi hap rrugë tashmë, siç e ka thënë edhe kryetari i Partisë Demokratike, disa herë që janë disa kandidatë, janë disa figura që mund votohen nga Partia Demokratike, mirë po në këtë rast zoti Kurti me partinë e tij kanë vendosur me blloku këtë situatë. Po dyshim që humsi këtyn e zgjedhjeve më i madh ka qenë Lëvizja Vetëvendosur. Pse mendoni kështu? Sepse shihet qartë që tashmë këta nuk kanë partner me qeverisë, edhe duke pas parasysh edhe motit e fundit opinionit publik është partia që ka ramen më të madhe, pra në anën tjetër nuk janë njerëz të cilët bashkëpunojnë në të mirën e qytetarëve të interesave tyre. Gjitha partitë tjera politike, përfshirë edhe partinë që përfaqësojnë Partinë Demokratike, kanë dhënë pra mundësitë dhe ato hapat e tyre për ta zhbllokuar situatën. Është vetëm nga Lëvizja Vetëvendosur dhe patyshim ashtu siç duket qartë në motet e opinionit publik, Lëvizja Vetëvendosur do të jetë humsi më i madh i këtyre zgjedhjeve. Po besoj që i ka humbur kuptimin gjithë shkafit. Ne jemi me të peng edhe pasi rëmlezh, na pjotojmë këtyne për shkelni kushtetutën edhe me të pengi një regulli se nuk bën me marrë fjallën, edhe në parlamentarizëm besoj që duhet më folë edhe më zgjedh problemet. Nështë duhet më bë përpjekje me prish një regull, mënyrë që më metë përsedan edhe për të ardhmen, që mja nisë më komuniku. E kjo forma që jemi na që 34-5 herë të ardhë kush o për edhe më shkuar më arë mas 48 orëve, me të vërtet i ka humbur kuptimin. Ndashta, masi të provojmë në formë kështu me mirë kuptim për i gjitha partive politiko ose për i grupe parlamentare me mbledhë dhe i herë me këqyr që me pas rrugdalje, ndoshta edhe të shkel një rregull, nuk bëhet atër duhet me ftu popullin se përshia që ka i rretime ka pak nësi ball edhe me dalë diqysh lider ton politik jenë mësu me i ka për krahim, ju kallëzu sa më bon, po shihet që s'ka iniciativë, s'ka zotësi, s'ka afinitet, nuk po shkojmë ka mirë kuptimi, po veç ka përqamje aty e thellu përqamjen, edhe në këto raste ka njëherë i vjen puni, duhet mu nalë, edhe me këshyrë qësh me pas një rrugdalje. Se me të vërtet i ka u kuptim. Faleminderit. Sot zbesoj që më në pozivit për arsye që kandidatja për kryetarit të kuvendit është me një seancë gjyqësore ku po gjykohet për sulmin pikërisht nga bo këtij institucioni që zbesoj që më në pozivit. Kish pështu. Se dim tash, është ndonjë veprim gjatë 48 orëve të fundit për parafrem që me mund me gjithë një zgjidhje. Jo, nuk ka asnjë tentim për arsye që jo tashmë e dini, kryeministri shpreh edhe publikisht që nuk ka interes të zgjidhet, nuk ka interes nga populli që të zgjidhet kjo çështje. Përderisa ne sot do të duaj këtë të diskutoni për çështjen e dështimit me energji elektrike, ne duhet më mbledh dhe me diskutu a me votim të fshehur, a me votim të hapur. Mendoj që duhet më ndru i pari për arsye që të parit takon përgjegjësia për krimin e institucionit. Jo, i takon të parë, në Shtëpinë e Republikës së Kosovës, partisë së parë i takon ta zgjidhë këtë çështje e kryetarit të kuvendit. Kush ndëshkohet në zgjedhje potenciale për këtë dështim mbi 2 muaj? Është duke u ndëshku Kosova, populli i Kosovës, që kjo është më fatkeqësia më e madhe është kjo. S'ka lidhje cila parti ndëshkohet. Përderisa populli i Kosovës është u ndëshku tash prej 9 shkurtit. S'ka ndryshim, ne shpresojmë që këto ditë do të jenë përgjigje e gjykatës kushtetuese në adresimin që ja kemi bërë. Pra në një mënyrë po presim deri në këtë vendim me pasim me vepru më tutje. Është edhe pak ditë bëhen 60 ditë, pra jemi në ditë të fundit përgjigjes. Po shpresojmë që na hap rrugë, pra ne shku përpara, sikurse po e shohim gjithë, gjendja është e keqe. A mendoni se ka më sjell një vendim që mund të më ndryshojë gjendjen diçka? Po.
Po besoj është pa logjikshme me pas drejt një kandidat 10 herë me kandidu. Pra është e drejt me kandidu ose me nominu, por nëse se merr votën, janë vinë që gjykata do të reflektojnë këtë pjesë. Pastaj edhe çështja e procedurës votimit. Pra pa dikon që është votuar, nuk vlen procedura e votimit tjetër, se është votuar me vot hapur, sepse e dini kandidati janë fjalë, është votu është nxjerrë votim disa herë dhe ka dështuar. Është se Kosova po ndeshkohet. Jo shihni si është gjendja me energji, për shembull, vetëm me energji po flasim. Edhe plot sfida tjera që i ka veni, gjendja nuk është e mirë, gjendja është shumë e vështirë. Mirë po duhet të shqyrtojmë çfarë do mundësie që të dalim nga kjo gjendje pra. E kemi thënë edhe më herët, nuk është mirë mundësia sikur s'po ndodh kur gjë, pra ne opozita mendoj që duhet me qenë shumë më proaktive, me ballafaque mashtruesin edhe ekipën e tij që nuk lejohet më mbajt vendi peng këtë mënyrë.